type of assault is difficult for me. Dita I dedikohet mjekësisë, I dedikohet punës që Spitali Memorial ka bërë gjatë të gjithë ecurisë së tij. Mjekët e Spitalit Memorial do bëjnë prezantimet e tyre. Është një ekip I përbashkët kryqëve shqiptar të cilët vinë me disa inovacione në shëndetësi. Unë do vlerësohesha me këtë certifikat për një mikeshe e jetime të hershme siç është drejtoresh Rodina. Ju falenderoj të gjithëve, na shkoft mbarë. Përshtypje ka qenë pikërisht shpirti I saj për bashkëpunim edhe shumë e hapur dhe në pjesën e kërkimit shkencor kjo është një nga faktorët kryesor nëse ti do të jesh I suksesshëm. Dhe për Spitalin Memorial kam një falënderim shumë të madh sepse është partneri kryesor I Universitetit të Vlorës Ismail Qemali. Faleminderit të gjithëve. Në fakt Fieri është qyteti I lindjes, por realisht unë kam 30 vite që jetoj dhe ushtroj profesionin tim në qytetin e Gjirokastrës. Realisht, kur u dina për iftesën, unë asnjëherë nuk hezitova, po thash po më njëherë, për faktin sepse ajo është një lider I femër, udhëheqëse me një potencial të jashtëzakonshëm në menaxhimin shëndetësor, por dhe tek burimet njerëzor. I want to say thank you for this nice surprise and thank you for the organization and inviting us here. Congrats. Faleminderit për surprizën. Me të vërtetë që Rudi I shkon shumë për shtat të organizoj situata të tilla që të emocionojë të gjithëve. Për mua është nder dhe respekt që jam e vlerësuar për jush si një model në krye të një institucioni kaq të rëndësishëm që përfaqëson gjithë jugun. Ju vetëm kaq, por si një model I shkëlqyer për menaxhimin dhe për arritjen e menaxhimit dhe autonomisë spitalore në krye të gjithë kësaj iniciative të mrekullueshme për të udhëhequr gjithashtu edhe punën e stafit. Dhe ndërkohë unë ndihem jo vetëm e vlerësuar për jush, por ndërkohë është privilegj për mua që të mësoj edhe prej eksperiencës tuaj e cila është për t'u admiruar. Sukseset më të tejshme dhe ekipit me cilin ajo bashkëpunon, sepse është vërtet e zonja dhe kjo besoj që nuk është asgjë rastësore. Çdo gjë është fat punës. Shumë sukses. Por Rodina është aq e mirë sa ju na keni marrë këtu në Fier, edhe bravo ju qoftë, se është një nga zonjat apo profesionistët punëtore që njoh në karrierën time, prej vitesh që njihemi bashkë. Ju falenderoj. Dhe për të diskutuar me njëri tjetrin. Kështu që e kam kënaqësi që t'i jap certifikatën edhe zonës familje. Acute stroke, according to the World Health Organization, stroke is a clinical condition characterized by sudden onset of focal or global cerebral dysfunction, occurring without any occurrence cause other than vascular. After thrombectomy, on the angiographic table, we discharged all patients after 3 days without any neurological deficits. This aspect, this is the posterior aspect, posterior circulation score. Treatment physician, especially regarding mechanical thrombectomy. Total score is... Katë pikësor të para të pacientit, trombektomia mekanike gjatë 12 orë të para, përdorimi antiagregantë dhe antikoagulantëve, duhet të ketë parasysh të stabilizimit të tensionit, glicemist, hipothermist, hipertermist dhe monitorimi saturimeve toksike paleshur, përdoret zakonisht për hematomat epidurale dhe subdurale, nëpërmjet të cilat të hapin në analizat laboratorike nuk të regua diçka specifike, një rritje lehtë PCR-s në sedimentin, ndërkohë paneli autoimun rezultojë negativ. Historiku I kësaj pacientes, në vitin 2017, ka qenë shtruar në shërbimin infektiv QSVT,
për gjamdjetësore të zjarrit prej 3 javësh. Dhe del nga spitali infektiv me diagnosë kolegenopati suspekt dhe anemi febrive dhe nuk u kuptua pse ishte kjo temperaturë artificiale dhe insuficienca aorte e moderuar. U realizua një angiositi e aortës së deglit të saj, ku tregoi një stenoz të rëndë të arteris renale dekstër. Jo specifike, themi lodhje, dëmsi, rënjën pesh, gjerësitje gjatë natës, artralgjin apo mialgjin, të cilat këto mund të mungojnë në 60 deri në 80% të pacientëve. Në përgjithësi për pjesën e trajtimit të lezioneve me stent me balonet me dëbuar, në rastin konkret neve kemi marrë një rast që është stenoza në ostiumin e arterjes cirkumflexe të majtë, dhe këto lezione janë më të vështira të trajtuar me ndërhyrje perkutane për shkak të disa faktorëve. Së pari anatomia e veçantë e origjinës së arterjes në bifurkacion me larden, rreziku i lartë për stenozë pas trajtimit me stent, për vetë këndin që del arteria në origjinën e LCX-it, pra në kufi me vendosjen e stentit në trungun komun, dhe proksimalisht stenti që ishte vendosur para 2 vitesh. Dhe në këtë nivel stenoza ishte rreth 90%. Vendimarrja që u bë ishte për shkak të anatomisë komplekse të lezionit osteal dhe faktorëve klinik, pra stent në lërtëmin dhe rreziku për stenozë, u vendos të trajtohet me DCB në vend të vendosjes së stentit klasik. Pra trajtimi me balon, vetëm me balon një arteries është diçka më fiziologjike, dhe së treti për të reduktuar rrezikun e komplikacioneve afatgjata si stenozë dhe trombozë e stentit. Përdorimi i balonave medikuar është veçanërisht i vlefshëm në raste me anatomi delikate, siç është ostiumi i LCX-it, pacient me smundje shumta bashkëshoqëruese dhe situata ku vendosja e një stenti mund të jetë teknikisht e pasigurt apo jo optimale. Pra, si në rastin e ostiumit të LCX-it, ku vendosja e stentit është me shumë risk për dëmtimin qoftë të leftmenit apo dhe të ostiumit të LCX-it. 2 stenteve, pra stentit në leftmen dhe stentit në pjesën distale të LCX-it. Vendosja e një stenti tjetër në këtë nivel e para, edhe sikur mos kishte stentet e tjerë për shkak të pozicionit të LCX-it, do ishte shumë e vështirë, por për faktin që ishte një stent preekzistues në leftmen, do e bënte praktikisht të pamundur vendosja në një stent. Po shikojmë ritopsin usar, montashe të atë kompleksi QRS, troponina dhe ProPNP-ja rezultuan të larta dhe në eko abdominale, si shumë ta shikoni dhe të vidja, shikot hipertrofi e shprehur e ventrikulit të majt dhe gjithashtu dilatacion biatrial. Në gjitha gjetjet dhe examinimet që ne bëm, rezulton që pacientin e kemi me kardiomiopati hipertrofike, sindrom nefrotik. Të gjitha këto mund të jenë të terren të amiloidozës ose mielomës multiple. Në hemogram evidentohet një nivel leukocitesh normal, por ndërkohë në formulën leukocitare kemi limfopeni, një eozinofili të shprehur, gjithashtu evidentohet anemi dhe një trombocitopeni e konfirmuar edhe në lamë. Dhe ajo që është interesante, dritarja e fundit, subkostale, ku shihen disa formacione kistike multiple hepatike që janë të ndara me septa. U realizua koronarografia, duke qenë se jemi përballë një paciente që ka ardhur si sindrom koronar akut, por rezulton me arteri koronare pas multilokular në segmentet hepatike nga i 5 deri tek i 8 me densitet likuidien që kanë një aspekt përkist hitatik në klasifikimin tipi 3C2 sipas Garbi. Diagnoza realizohet nëpërmjet polisonografisë, indeksi kryesor është AHI-ja, indeksi apne-hipopne, që nuk është gjë tjetër veçse numri i apneve dhe hipopneve në një orë gjuhë. Farinoplastika, septi nazal, trakeostomia dhe së fundmi nëse të gjitha këto që rënditëm nuk japin rezultat, i fundit mbetet kirurgjia bariatrike që konsiston në rrëzimin e peshës, numbin e peshës me metoda invazive të reja inovative dhe risi që ne kemi sjell në rajonin e jugut, por edhe në sistemin shëndetësor publik, si kundërse është DSA-ja apo trombetomia mekanike, pra një shërbim i munguar në sistemin publik dhe që realizohen me sukses në Spitalin Memorial. Edukimit se ku është trendi dhe ku duhet të fokusohemi. Actually, I have a question for Dr. Hasan. Since you emphasized in your presentation that stroke it is high prevalent actually also in Albania. Also we have less time. And the other factors, how many times you pass it will be difficult. At the first pass we can take it back
out the thrombus easily. But after 2 pass, 3 pass, 4 pass, it became difficult. Yeah? Trombocitopeni që shikoni në aparat është vërtet trombocitopeni. Këtu për shembull, siç mund ta shikoni nga imazhi i bërë nga një pacient që kemi pasur në Spitalin Memorial, kemi një grup me trombocite ku pacienti mund të dukej sikur kishte në gjatë periferik trombocite të ulta, por në fakt ishin në grupe dhe në vlera normale. Pacienti vendoset të lihet në mtjekje dhe në ditën e tretë, në mëngjes, pacienti paraqitet somnolent, hapte sytë vetëm ndaj stimulit verbal, komunikonte në dizartrik dhe u vure që deficiti ishte rënduar nga hipertension pulmonar, insuficiencë respiratore, tip 1 apo tip 2, por pulmonar, aritmia, AVC-ja, sindromi metabolik, përfshirë diabet mellitus, deficitet e vëmendjes dhe memorjes, aksidente në drejtimin e automjetave. Mashkullt 70 vjeç paraqitet për anë të shërbimit tonë me distension abdominal, endje të këmbëve dhe një lodhje progresive. Prej 4 ditësh, pacienti vuante vetëm dhe mjekoi vetëm për hipertension, nuk kishte duan pirës apo etilis. 2 fjalë për tumor të pankreasit janë sfiduese sepse kanë një klinik të heshtur. Diagnostikohen shumë vonë për të arsye kanë dhe një prognozë të keqe. Fatmirësisht, 5% e gjitha vdekjeve nga kancer vijnë nga tumor pankreatike, por mbjetesa 5 vjeçare shumë e ulët, më pak se 10%. E 2 vjeç, i cili referon për një dhimbje abdominale dhe humbje në peshë 3 deri në 5 kg për një periudhë 2-3 mujore, që do të thotë janë simptoma jo specifike. Në ekzaminimet laboratorike nuk ka asnjë të dhënë për ne, madje dhe CA dhe ca nuk mund të janë normal. Bëhet një siti abdomeni, ku vjet një masë solidokistike në trupin e pankreasit dhe duke parë klinikën e pacientit, vlerësohet për të marrë materiali me EOS-FNA. Mund të merret me agje të trashë në rast se materiali është mirë të këtu midis kolegësh dhe miq, por më shumë dihet që jeni miq të mi se sa konekteni. Dhe pa ju harxuar shumë në kohë i huar të munduar ta kompresoj sa më shumë këtë studim 4 vjeçar i cili është ende ongoing. Nuk kam vëruar të vë 4 logot e institucioneve të mia, sepse janë institucionet e mia që i dua njësoj të gjithë. Shtuar rreth 1.8 milion raste në afërsisht 900.000 vdekje, e cila është në shifër jo e vogël. Përdor ato në shtazanin e vonshme dhe në shtazanin e vonshme të siguroj energji për rritjen e fetosit. Çfarë ndodh me metabolizmin e glukozës në shtazanin, për të cilën neve dhe kemi malformacionet apo rezultatet për fëmijë prematur janë më të mira, prandaj edhe duhet të jemi shumë strikt në lidhje me gliceminë tek këto pacientë. Në retinopatinë jo proliferative nuk kemi rrisje. Përsa i përket retinopatisë proliferative, nëse nënën e kemi me këtë lloj retinopatie në këtë stad dhe ngeleshazan, duke qenë se kemi gjatë sforcimeve të linjës të dispozuar për të bërë strop. Pacientët me sëmundje renale kronike, pacientët me sleep apnea ose pacientët që të vuajnë prej vitesh me migrena në aura. Diagnostikimi, ekzaminimi kryesor fillestar që ne bëjmë urgjencë apo kumrer që pacienti ka shenjat e jon, nuk ndalet në spital. Pra vazhdon me edukimin e pacientit, mbështetjen emocionale dhe ndihmën për të rikthimin në jetën e përditshme. Ju falenderoj shumë. Jemi këtu në zemër të rajonit të Jugut dhe konkretisht në Teatrin Mbylis, ku po organizojmë konferencën ditore nga mjekët specialistë të Spitalit Memorial me temë raste që flasin nga diagnoza në zgjidhje të tyre. Nuk është hera e parë që Spitali Memorial organizon konferenca të tilla mjekësore. Kemi hyrë tashmë në rrugën tonë tradicionale dhe kjo ka edhe qëllimin e saj që të gjithë mjekët e familjes dhe mjekët specialistë të rajonit të Jugut të njihen me
shërbimet e reja dhe inovative që spitali ynë ofron. Dhe janë vetë mjekët specialistë të Spitalit Memorial në bashkëpunim edhe me ekipin turk, të cilët sot do të prezantojnë të gjitha rastet e reja dhe trajtimin e diagnozave, por edhe të procedurave të reja inovative që janë realizuar në Spitalin Memorial dhe janë jo pak, po mbi 180.000 qytetarë të rajonit të Jugut, të cilët kanë përfituar shërbime shëndetësore që nga viti 2021 deri më sot që ne flasim vetëm nga Spitali Memorial këtu në Fier.